Publicisti Nexhmedin Shehu në një prononcim të gjerë për Bota Sot ka komentuar zhvillimet globale, deklaratat e presidentit serb Aleksandar Vučić dhe narrativën e Beogradit lidhur me Kosovën, duke vlerësuar se Serbia vazhdon të mbetet e ngujuar në një mendësi të vjetëruar politike dhe gjeopolitike, duke folur për mënyrën se si trajtohen proceset globale. Shehu thekson se shpesh ato reduktohen dhe lokalizohen qëllimshëm. Sipas tij, Serbia është shembulli më tipik i kësaj qasjeje, duke e parë veten si faktor dominues rajonal, edhe pse realiteti ka ndryshuar. Serbia, mbase nga vetë kuptimi i saj megaloman si e determinuese e zhvillimeve rajonale, më shumë se të tjerat vepron në përputhje me logjikën dhe praktikën politike tashmë të vjetëruar. Ajo synon të ruajë status quo në interesave të saj, interesa që nuk i kanë ndryshuar prej dyshekujsh. Meqense se ambienti, si ai global ashtu dhe ai rajonal, ka ndryshuar, Serbia përpiqet i mbajë gjallë këto projekcione për veten dhe për pozicionimin e saj rajonal, duke pritur që rrethanat globale të ndryshojnë sërish dhe ajo të nxjerrë leverdinë e vet. Shehu thekson se kjo sjellje reflektohet edhe në politikën e jashtme të Beogradit. Për këtë arsye ajo është shëtit në 2-3 karrige njëkohësisht, sipas momentit, por gjithnjë duke neglizhuar faktet konkrete se edhe rajoni ka ndryshuar. Dikur ka qenë një Jugosllavi, ndërsa sot janë 7 shtete sovrane. Gjeopolitika globale është krejtësisht e re në raport me Ballkanin dhe Ballkani në raport me të. Pjesët e veçanta nuk mund ta dominojnë tërësinë dhe pikërisht kjo e vret Serbinë dhe kuotimin që ajo i bën vetvetes. Duke komentuar deklaratën e Vučićit se rendi botëror ka rënë, Shehu vlerëson se ajo është e pjesshme dhe selektive. Në këtë kontekst, mendoj se duhet kërkuar edhe shpjegimi i konstatimit të Vučićit se rendi botëror ka rënë. Mendoj se ai pjesërisht ka të drejtë, por rendi nuk ka rënë tani pas ndërhyrjes së SBA-s në Venezuelë. Ai ka filluar të shembet shumë më herët që me rënien e murit të Berlinit, rasti i Venezuelës është vetëm një episod i këtyre ndryshimeve në rendin botror, por edhe një vërtetim i një të vërtetë të njohur në të gjitha kohrat dhe rendet. I forti gjithmonë ka të drejtë përderisa është më i forti. Sipas Shehut, Vučić nuk bën analizë reale të fakteve, por përdor politikisht realitetin ekzistues. Deklarata e Vučićit janë më shumë një përdorim selektiv i një realiteti ekzistues sesa një analizë sinqertë dhe koherente e rendit botror. Tjetër çështje është qëndrimi moral ndaj këtij fakti. Duke u referuar akuzave të Vučićit për mungesë parimesh të SBA-ve, Shehu i jep poshtë ato. Nga këto që i ceka më lart në një mënyrë del edhe përgjigjja me pyetjen nëse ndërhyrja e SBA-ve në Venezuelë përbën mungesë parimesh. A priori do thosh ajo, sepse sipas ligjeve amerikane, SBA-t për ruajtjen e interesave të tyre dhe të qytetarëve të vet kanë të drejtë të ndërhyjnë në cilën do pjesë të botës. Kur Vučić flet për mungesë parimesh, ai nënkupton parime morale universale, ndërsa në marrëdhënie ndërkombëtare parimet operative të shteteve të fuqishme janë interesat e tyre të kodifikuara në ligj dhe praktik. Pra këtu Vučić ka një hall tjetër, frikën që kjo ndërhyrje të mos ndërrohet në precedent dhe që e njëjta ose diçka e ngjashme të ndodhte eventualisht edhe ndaj Serbisë, nëse konstatohet se ajo po i cënon interesat amerikane. E për këtë ka mjaft argumente: mos aplikimi i sanksioneve ndaj Rusisë, mos dorëzimi i 3 spionëve kinezë autoriteteve amerikane dhe largimi i tyre për në Kinë, misia personale dhe shtetërore e Vučićit me Maduron, si dhe dalja në dritë nga dëshmitë të FBI-s e dyshimeve për përfshirjen e Vučićit përmes makinave Dominion në vjedhjen e votave në zgjedhjet në SBA, pastaj lidhjet e ngushta me vllain e tij Xi e të tjera, shprehet ai. Në këtë kontekst ai përfundon qartë: pra nuk është se SBA-ja ka mungesë parimesh, përkundrazi Vučići është ai që nuk ka asnjë parim dhe duke qenë i vetëdijshëm për këtë, friksohet se mund të bjerë viktimë e parimeve të SBA-s. Duke folur për narrativën e rrezikimit të Serbisë nga fqinjet dhe veçanërisht nga Kosova apo Kroacia, Shehu thekson se ajo lidhet drejt për drejt me krizën e brendshme politike në Serbi. Edhe prezantimi i situatave që sipas Vučićit lidhen me rrezikimin e Serbisë nga fqinjet, me theks të veçantë në të ashtu quajturin rrezik nga armatosja e Kosovës dhe në pretendimin për asgjësimin de facto të rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, ndërlidhet ngushtë me situatën e brendshme politike në Serbi dhe me pozicionin jashtëzakonisht të luajtshëm të tij përbalë zgjedhjeve që i ka premtuar, por që në fakt përpiqet të shmang. Ai shton se kjo narrativ synon krijimin e frikës dhe justifikimin e autoritarizmit përmes forcimit të narrativës së kërcënimit të jashtëm qoftë nga SBA-ja, Turqia apo nga ajo që ai e paraqet si aleancë Kosovë, Shqipëri, Kroaci. Vučić synon të krijojë një klim frike dhe mobilizim artificial me qëllim që të justifikojë anullimin ose shtyrjen e zgjedhjeve dhe përmes forcimit të ushtrisë të aplikojë një formë të re të autoritarizmit presidencial në Serbi.